I dashmion alayhi salatu wassalam, çfarë thot? Kur na don me na tregu neve, do të thonë se sa shumë sevape ka leximi i Kur'anit. Leximi, vetëm këndimi i Kur'anit, se sa shumë sevape ka. Thot profeti alayhi salatu wassalam, një gërm e Kur'anit, për çdo gërm të Kur'anit ka 10 sevape. Ka 10 sevape. Dhe dha shembull. Kur domethënë që me i tregu që nuk është fjala, po çdo gërm e Kur'anit. Dhe tha, dhe unë nuk them kur ligjojmë neve, nëse vejmë surën Bakara, me ndigju, do filloj ajo duke thënë Bismillahirrahmanirrahim, Elif Lam Mim. Elif Lam Mim. Ky është tingulli i parë që fillon surja Bakara. Çfarë thot profeti alayhi salatu wassalam? Unë nuk them Elif Lam Mim është 1. Do më thonë ti merë 10 sevape. Por se kur thu Elif, more 10 sevape. Kur thu Lam, gërma 2 lëja, merë 10 sevape. Kur thu Mim, mëja, merë 10 sevape. Pra 30 sevape. Kur themi ne Bismillahirrahmanirrahim, që këtë fillon surja Fatiha dhe çdo surë Kur'ani përveç surës Tauba, kjo ka 19 gërma. Atëhere 19. Herë 10, shkon 190. Kaq? Jo, është e çuditshme. Për Zotin është e çuditshme.